Ndërsa tash ka radhën edhe kronika e parë, e cila na i sjell Johën e Karadakut pikërisht ardhishte në Kumanov dhe na ka sjellur këtë kronikë të bukur, ku do të njoftohemi me detajet, në vijim së bashku. Le ta ndjekim. Edicioni 25 me radhi manifestimit kulturor tradicional letrar, takimet poetike të Karadakut 2017, mblodhi poet nga troje shqiptare. Në këtë 11 mars, kur njëkohësisht kujtojmë demonstratat e rinisë studentore të Kosovës të vitit 1981, jemi mbledhur bashkë poetë e dashamirë të poezisë nga të gjitha trevat shqiptare për të takuar dhe dëgjuar vargjet e bukura të poezisë. Kryetari i klubit të shkrimtarëve Jehona e Karadakut, Sedaj Edemiri, tha se është një ndjenjë e veçantë të shënosh 25 vjetorin e këtij organizimi, pasi këtu kanë kaluar shumë emra të letërsisë dhe kulturës shqiptare. Natyrisht është një ndjenjë e veçantë me sa të shënojmë 25 vjetorin e takimeve poetike të Karadakut, derisa këtë vit brenda vitit të takimeve në shënim kur të shënojmë 25 vjetorin e klubit të shkrimtarëve e Karadakut. Beram Hoti, anëtari i shoqatës së shkrimtarëve të Kosovës, recitoi një poezi për Kumanovën, pasi sipas tij Kumanova ka qenë sofra e shumë familjeve kosovare gjatë kohës së luftës. Kumanov e bukës kombëtare, Kumanov e traditës vëdëtare, ke qenë e shpërdhit Kumanov, e rrushme, si trini bardh, si trini zi. Apo shet, se të kanë darë broska, apo hup, apo si pika shirë në arë. Kumanov e besës kombëtare, Kumanov e pushkës ardëtare. Udhëtarët të njohin shpërdhit, udhëtarët të njohin e bukëdhën se Kumanov. A mos po ta shkelin bukën, a mos po ta përmbysin sofrën. E fëmijët po të shkepen si zërt të korbit. Ji Kumanov, bërë një prit, bërë një shkendin qilë Kumanov. Kush janë për ty? Që kur gjit, ti ke qyjt e fort Kumanov. Ji është i njërë Kumanov. Qëpën kom Kumanov. Udha është i gjatë Kumanov. Pa ty as dilin, as onës di me dasht, Kumanov shqipe në ashtë. Për herë parë këtë poezi e kom rujt e lexova ne këtu në Kumanov, sepse Kumanov është shpirti, është buka, është sofra, kujdesi, e mirë kujdesi i familjeve kosovare gjatë luftës në Kosovë. Ramadan Arslani, poet nga Maqedonia, u paraqit me poezin të avras fjalën, një poezi me karakter etnik, temë e cila kryesonte edhe këtë vit. Është një poezi kështu që preokupon jo vetëm mua, po edhe të tjerët që kanë një synim, domethënë, Shqipërinë etnike. Të tjerë poet nga Shqipëria, Kosova e Maqedonia u paraqiten me këto poezi. Dashuritë e mëdha nuk thuhen me fjalë. I kthyer ka hyrja ardhem tënde, dua të zë përmes syrit tim, te kapën nga e dragjën ndjenja të djegura. Mbare që ka njës të njomet, ajo rreze që të ndrit fytyrës në përcepa sysh skutlohet. Si njëll me zez kohë e zgjatë qafen, e unë dridhëm stinës që afrohet. Për munges një qeni i falë sytë. Me ma i gishtash, për mes të prekurash me klimesh, hërë me mua. Matan Urës Guri, Aleksandri i Madh. I ka hipur kalli, shpatin e kanë dhjerë për luft. Filipi Maqedonis, grushtin si gjatë Enver. Dalë, tu është kufiri shqiptarë. Para kishës Shëndri Mitri, bëhet luft fetare. Mitropolit Beogradin, kryqin e Biblit në dorë. Sheta në rapët, natë e dit, e shrodhojnë qiellin, besimtarët e harën në zlotën, lartë mes rreve. Skënderbeu në Shkup, motik, ka hipur në kallë, dorën lartë, herë për endimi, herë nga lindja.
se dielli I verdh I ndritshëm e I madh sa një dërmon, ngec kisht në nokullat e vjeshës. 101 vjet rrugtim bashkë me draprin e dritës. Për çdo ditë e për çdo natë, në mungesë ngushëllimi, I spëkatur me dhëmbje një trishtim I madh zgjatej nga pak për të ndalur hapin në prallën e llaftarshme e endur me net të tëra për vrasjen e shpresave në limanet e arsirës. Thosha prit, thosha ndar, thoti nuk pris që vetë tim, me shikim si rufe më vrisje, sy e zemër të gjithë trupin, si me lule puthje qëndisje. Në imagjinata ndrisha, në të dyja do të si ndarë, në çdo çast pranë kur të kishte, zbardh të drita, argoj na. Sy, si një yll që zbret nga qielli, cicëllon mbi dorë, sa syrin dhe pas diellit, I kunata, sa për një orë. Dua antën mos të mbaroj, I mbyll syt si për djallëzi, ëndra me kaq sot të mjaftoj. Muajt I madh edhe I mbar, sidomos është për shqiptar, në mars u hap shkolla e parë, në mars shqiptarët në demonstrat kanë darë. Edhe këtu në Kumanov, me punë të mbarë, filloj të mbahet edicioni letrar. Urejnë çdo gjë, urejnë vetë vetën. Bare kanë historinë, bare kanë gjeografinë, bare kanë gjuhën tuaj o Aleksandr. Heshjen e fshehtin e qepa, derisa heshta yte lartësohet drejt qiellit. Pastaj vjen një qen dhe ngret një këmbë të pasme. Ham, ham, thot, duke mu kërcënuar. Ham, ham e them, ham, ham. Pastaj vjen një mace, mjau, mjau, me thot, mjau pra e them, në njën tuaj o Aleksandr. Herë botë, të shkelja në shkelje. Ta më ndryshoj dinamika e thotit. Botë, ta më jemi në elektronik. Më përgatit kafën të lutëm, se unë jam zoti vend. Pas paraqitjes së mbi 30 poetëve në orën e madhe letrare, u përgjodhen poezit më të suksesshme, të cilave ju nda çmimi letrar Fadil Bekteshi. Kështu poetja Lindita Ramushi Dushku shpërblyej me vendin e parë. Ti erdhe dikur sikur kjo vjeshtë e kuqëvend, për të bërë blimi I dashurisë dhe shije e verës kuqe. Në vjeshtën e përviçme, që rrisi brenda vetës çdo pije në mtorije. Erdhëm të dy dikur kësaj vjeshte, si dy zotë shtigjës së larta për të takuar dystinet e ngrata të shpirtit. Pastaj të dehur pafundësisht dehin dhe gjithçka përreth. Çdo vjesht kuqëvendet nga ardha jonë, çdo vjesht dehet dhe kullohet djersësh, si shkrihemi ne dashurisë tonë. Pa të ndehur ja lëm fajin kësaj stine që nisi deri vetëm. Lola Shei me vendin e dytë. Kam luajtur shumë rola, vetëm në skan. Vetëm ti nuk e mundur të më shohësh. Asnjëherë nuk të desha spektator. Kur nuk të rezervova një bilet. Dhe e di pse baba? Sepse kam kënduar kur kam dashur të qaj. Kam thënë jam e fort, kur gjunjët nuk më mbani. Kam ecur me trupin drejt, kur shpina po më putej. Kam ecur majtakash, kur në fakt doja të ecja zbathur, që burët e rrugës të më hapnin platë në këmbë. Se vetëm kështu, baba, nuk do të ndjeja dhimbjet e zemrës. Haj, baba, të rëfeva, mos më mbaj penë. Jam aktore klasi, aktoroj para teja, aktoroj para gjithë botës, pa skenar, pa regjizor, pa muzik, qaj, këndoj, shërti, me partiturat e pashkruarat e shpirtit. Mos më mbaj penë, baba, pengu jot dhemë. Kurse vendi I tretë u nda në mes poetëve Selajdin Shabani dhe Adriatik Zeqiri. Ka pak dëshira të vjedhë në ndër, sepse tona, si kur e kemi ndrydhur.